Mirë mbrëma, mirë se po takohemi me emisionin e radhës Zoom këtu në ekranin e TVM2. Sonte kemi të ftuar deputetin e LSDM-s Fatmir Bytyqi. Me të do të diskutojmë për zhvillimet aktuale politike, sfidat brenda kampit të LSDM-s, por edhe për pozicionin e opozitës përballë pushtetit. Do të ndalemi gjithashtu edhe te kriza ekonomike dhe rritja e çmimeve, por gjithashtu do të diskutojmë edhe në lidhje me integrimin evropian dhe drejtimin që po merr shteti. Për cilat janë përgjigjet e opozitës dhe a ka alternativa konkrete për qytetarët për këto tema, sonte flasim me deputetin e LSDM-s zotin Fatmir Bytyqi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Zoom. Përshëndetje. Ju falenderit për ftesën pas një kohë të flasim për temat aktuale. Është gjithmonë kënaqësi. Zoti Bytyqi, do të kisha dashur të nisim me tragjedinë në Koçan, me që jemi në përvjetorin e kësaj tragjedie. Një vit pas tragjedisë në Koçan, a mendon se shteti reagoi si duhet apo dështoi në menaxhimin e tragjedisë, por sidomos edhe të ndodhive pas tragjedisë? Unë me falenderit për pyetjen. Në fakt të flasësh për tragjedi është si politik bërës është gjithmonë e vështirë, e posaçërisht aty ku ke humbje të njerëzve. Unë kam qenë i tharë edhe më parë edhe tani ngelem i tharë i asaj që politik bërësit duhet më pak të flasin për pasojat, por më shumë për arsyet që mund të sjellin dhe pasojat të tilla siç ishte tragjedia në Koçani. Fatkeqësisht ajo çfarë po shohim sot e kësaj dite është pushteti aktual vazhdon të flet për pasojat dhe kinse po merret me pasojat, kurse arsyet bazë nuk janë të evidentuara. Unë kam qenë kritik, nuk kam folur ndoshta publikisht, po ja për herë të parë po flas publikisht. Tragjedia në Koçani në fakt më shumë kanë bë shtetet mike të vendit tonë sesa vetë shteti dhe vetë qeveria, për shkak të përgatitjes së qeverisë për ta bërë një gjë të tillë. Më shumë kanë bë organizatat jo qeveritare sesa vetë shteti. Dhe deklaratat edhe sot e kësaj dite të pushtetit aktual është se thonë se për Koçanin ata do bëjnë shumë, edhe kur pyesni se çfarë është ajo shumë, ato flasin për rrugë dhe procka të ndryshme për të bërë Koçanin si investime kapitale, dhe thonë kështu do e ringjallim Koçanin. Ringjallja në Koçani bëhet me sjelljen të shpresës atyre që kanë ngel në Koçani, sepse viktimat nuk mund t'i kthejmë, por për të bërë dhe për të tregu se shteti funksionon, nuk është e mjaftueshme të bësh investime kapitali. Drejtësia për tragjedin në Koçani është numër 1. Përgjegjësia e atyre që kanë qenë në pushtet është numër 2. Dhe trajtimi atyre që kanë ngel dhe janë viktima të kësaj tragjedie është numër 3. Asnjërin prej këtyre nuk e kemi pa nga kjo qeverisje, dhe fatkeqësisht po e them se pam një scenario e cila nuk i ngjan një qeverie dhe një shteti të mirëfill siç duhet. Unë e di se pozita aktuale ka gojën plot dhe thotë po çfarë ju keni bë në tragjeditë të ngjashme. Gjërat kanë qenë shumë më ndryshe. Ka pas edhe dorëheqje morale pas tragjedive të ngjashme. Është çështje tjetër nëse dikush i ka pranuar apo jo, po akti ka qenë aty. Proceset gjyqësore për disa kanë mbaruar, për disa ndoshta akoma vazhdojnë. Ndihmat të cilën qeveria e ka dhënë momentale për asa ka qenë e mundur, ka qenë e bërë. Tani nuk po shohim asnjë prej këtyre gjërave, prandaj unë që mos tingëlloj shumë si opozit, do kisha thonë se tragjedit duhet të jenë piknisja ku politika do lehet pak anësh dhe do arrihet një konsenzus si përbashkët i të gjithë akterëve në shtet që gjërat të ngjashme mos të
mos të përsëritet. Ju tha që jeni prirur më tepër të flisni për arsyet. Nisur nga kjo, kush mban përgjegjësi politike sot për atë që ndodhi? Ata të cilët janë në pushtet. Ai që merr verdiktin e popullit për ta bërë pushtetin, nuk mund të thotë përgjegjës është dikush tjetër. Është ai që për momentin menaxhon. Nuk mund ju të jeni në pushtet për një vit dhe të thoni po gjërat nuk i kam akoma nën kontroll, atëherë çfarë bëni? Ajo është sikur të thoni se keni sjell një makinë në një kontroll teknik, e regjistroni makinën dhe bëni një aksident për shkak që kontrolli teknik nuk ka qenë ashtu siç duhet. Kë do e akuzoni? Ata që kanë bërë kontrollin teknik, që janë për momentin apo ktheheni disa vite më parë që i kanë dhënë licencës kompanisë për kontroll teknik? Ju keni të gjithë sistemin e Ministrisë Punëve të Brendshme, që dole se kanë qenë në dieni për funksionimin e një kapaciteti në mënyrë ilegal. Keni pushtetin aktual, partinë më të madhe VMRO-DPMN, e cila ka qenë mike me pronart e këtij objekti. Gjitha ngjarjet e tyre partijake i kanë organizuar së bashku me pronarin. Kompania e sigurimit në këtë objekt është e ish funksionare, një funksionar të VMRO-DPMN. Ata thonë, jo, ne nuk jemi përgjegjës, nuk e dim se kush është, ka disa të tjerë dhe kthehen një dekatë mbrapa. Kështu që unë do ja lej gjyqësori më së miri do A keni besim real se do të ketë drejtësi për këtë rast? Fatkeqësia është se e kaluara po edhe tanishmja ka treguar se një pushtet i udhëhequr nga VMRO-DPMN zakonisht është e prirur që të kontrollon edhe gjyqësorin edhe prokurorin. Unë nuk po shoh këto 2 vite ndonjë dallim shumë të madh të sjelljes së kësaj VMRO-je prej VMRO-s regjimit, dhe sjellja e tyre më ngjason e njëjtë. Kështu që mos të flasim para kohë, të shpresojmë si qytetarë të thjeshtë se gjërat ndoshta për shkak vetdijes së gjykatësve dhe prokurorëve do ketë ndryshuar, por fillimet nuk janë shumë premtuese. Mirë, do kalojmë në tema tjera. Janë aktuale temat sa i përket kampit politik të LSDM-s pas asaj që LSDM ka ngritur procedurë për sharkimin e Petre Shilegovit pas disa deklaratave kundër krejot aktual të Lidhjes Social-Demokrate të zotit Veko Filipçe. A është kjo një disiplinë partijake apo një shenjë për krizë të thellë në LSDM? Unë nuk di kisha thonë se është krizë e thellë, është krizë opozitare. Çdo parti e cila pas një periudhe në pushtet shkon në opozitë është e pashmangshme të kalon faza të krizave të ndryshme, të ripozicionimeve të strukturave të ndryshme në organet udhëheqëse. Por për dallim prej çdo partie politike në vend, Lidhja Social-Demokrate gjithmonë ka pas kapacitet që debatet të mban brenda partisë, të organizon forum për diskutim të antarëve, pa marrë parasysh nëse antarët kanë qenë kritik ose jo ndaj udhëheqësisë aktuale. Ajo ka qenë dhe besoj duhet të ngelet si e tillë që të ketë kapacitet demokratik për të bërë diskutime. Këshilli drejtues dje solli një vendim, unë nuk kam marrë pjesë në mbledhje, nga thashethemet dhe nga ajo çfarë publikisht u tha, është marrë një vendim për që të përjashtohet një prej antarëve të partisë, zotri Petre Shilegov, i cili nuk ka qenë në asnjë kapacitet në organet partijake në këto momente, është antar i thjeshtë i Lidhjes Social-Demokrate. Cilët janë arsyet, nuk e di. Unë shfaq që vendimi është marrë me konsenzus. A ka pajtueshmëri të plotë në LSDM në lidhje me këto vendime? Po, në Këshillin Drejtues marrin pjesë diku 15 persona, së bashku me kryetarin e partisë.
Me që është konsenzus këto që kanë marrë pjesë dje, në fakt kanë votu për një gjë të tillë. Në fakt e kam fjalën a pajton edhe antarët tjerë të LSDM-s. Unë me informata që kam, është javën e ardhshme do ketë këshill qendror. Mendoj se kjo temë, po dhe tema tjera do hapen në mbledhjen e këshillit qendror dhe aty duhet të shifet nëse ka me të vërtet konsenzus. Nëse do më pyesni mu, pa informatat shtesë që mund t'i ketë udhëhesia aktuale e LSDM-s për sjelljen e zotit Petri Shilekov, do kisha thonë se unë jam i thari asaj që të bisedohet brenda dhe që të shifet nëse gjendet një rrugë dhe një gjuhë e përbashkët të marrjes vesh mes palëve të kundërshtuara. Unë nuk e shoh sinqerisht edhe thirrjen për ndryshime në udhëhesi aq tragjike. Por po them unë jam Fatmir Bytyçi, nuk jam një idhtar gjithmonë i reformave brenda LSDM-s si opozit për të kthyer në pushtet. A vazhdoni të ngeleni në ato qëndrime pas kongresit të partisë? Po, unë gjithmonë kam qenë. Nëse opinioni e kujton, unë kam qenë i pari që ditën e zgjedhjeve me 8 maj kam dhënë dorëheqjen nga pozita e nënkryetarit të partisë para se ta bënte kryesia dhe antarët tjerë. Këtë kam bërë si shenjë e aspektit moral dhe etik, sepse mendoj se pas një disfate duhet pa më parasysh nëse jeti fajtori kryesor ose je pjesë e grupit i cili ka sjell një rezultat të keq, duhet të lesh rrugë që të bëhen reforma. Unë vazhdoj të jem i njëjti. Prandaj gjithmonë në pyetjen po ku je ti, kam thënë nuk është i rëndësishëm Fatmiri në aspekt të pozitës se ku qëndron, është partia dhe ideologjia partijake ajo që duhet të jetë më e rëndësishme në këtë periudhë. Unë vazhdoj, edhe pas kongresit, edhe pas ndonjë kongresi tjetër, vazhdoj të jem se partia duhet të reformohet, të del me opcione shumë të qarta para opinionit, sepse gjërat po ndryshojnë shumë shpejt në favor të opozitës, prej gabimeve të pozitës. Dhe këtë nuk duhet ta lejmë anësh. Çdo ditë humbje. Në çka aludoni? Për shqiptani, gjendja ekonomike çdo ditë është më e keqe. Ju keni një qeveri e cila jo që nuk don, po s'din, s'ka kapacitet për të përcjell situatën ekonomike dhe për të ndërmarrë veprime, kur s'ke kapacitet ti mund thuash çfarë të dush. Ju po e shihni që keni një kryeministër i cili don të mbulon gjitha fushat e mundshme në vend, sepse ministrat as që e njohim. Nëse sot do kishim një bashkëbisedues, unë isha në një emision dhe një prej e pyeta, thashë e dini se kush është ministri i ekonomisë? Unë dalem bashkëbisedues dhe gazetari tha, unë e di, tha, është ky. Thash po mirë, edhe unë e di sepse jam në parlament, kështu që gjithmonë e kërkoj. Por çështja është, nuk është çështja e ministrit të ekonomisë, është çështja e ministrit të energjetikës. Keni ndëgjuar diçka për ministrin e energjetikës përveç proklamim se diçka do bëhet? Kjo që po ndodh sot në sferën energjetike, unë e kam parashikuar para 2 javë. 4 ditë pas fillimit të krizës, thash, do e shihni efektin pas 2 javësh se çfarë do jetë. Pikërisht kjo, keni pothuajse 30% të rritë së naftës për popullin dhe ju thoni do shohin kur do shohin. Prandaj një qeveri e cila nuk menaxhon mirë aspektin ekonomik, nuk menaxhon mirë aspektin social, nuk menaxhon mirë reformat, nuk ka qasje të qartë ndaj Bashkimit Evropian, ndaj integrimit në Bashkimin Evropian. Keni performanca të jashtëzakonshme të ulta në gjitha sferat. Ne në parlament, pothuajse mbi 80% të ligjeve që i marrim në parlament, i shqyrtojmë, janë propozime prej vetë deputetëve. Nuk vinë prej qeverisë. Ju keni edhe pas 2 viteve harmonizim të ligjeve, të ministrive të ndryshme që kanë dalë prej ligjit bazë që është bë kur është themeluar kjo qeveri. Edhe pse ligji thotë që për 6 muaj duhet të harmonizohen gjitha ligjet në gjitha ministritë. E shihni se
Kapaciteti është aq i ulët, prandaj them, opozita është gjynaf të humb kohë, të merret me vete, kur mund të merret realisht me zgjidhjen e problemeve dhe t'ju thot popullet, ja, kjo është ajo çfarë duhet të bëhet. Fatmirësisht po e them, sot kryetari i partisë nga cila unë vi, doli në një pres konferencë, tha që vetëm nesër, besoj formalisht, do hyjë në procedurë parlamentare, 4 propozime, janë 3 ligje për 4 propozime, që kanë të bëjnë me uljen edhe përmirësimin e jetës së qytetarëve, që mund të flasim. Po, do flasim në vazhdim për atë, po do kisha dashur të ngelim edhe pak brenda situatës në LSDM, pastaj do flasim për gjitha temat të cilat edhe ju i përmendet gjatë fjalimit tuaj. Zoti Bytyqi, e dim që Znam doli nga pakënaqësi brenda lidhjes socialdemokratë të Maqedonisë. A rrezikon kjo situatë me Shilegovin, më herët me Despotovskin, të prodhoj një parti të re e cila del si pasojë pakënaqësive brenda LSDM-s? Sinqerisht nuk e di se çfarë mund të rezulton. Unë nuk mund të them se nuk e njoh Despotovski, nuk e njoh Petr Shilegov, sepse edhe me njërin edhe me tjetrin kemi bashkëpunu derisa kanë qenë në mënyrë aktive pjesë e partisë. Petr Shilegov ka qenë këshillin drejtues kur unë kam qenë kryetari i partisë. Ai ka qenë kryetar i qytetit Shkupit kur unë një pjesë kam qenë zëvendës kryeministër. Kështu që kemi bashkëpunuar. Nuk di se çfarë mund të ndodhë prej iniciativës së tyre dhe çështjet, po në fakt unë do dëshiroja që ata të jenë pjesë e partisë e Lidhjes Socialdemokrate të reformuar, sepse çdo antar është i rëndësishëm për Lidhjen Socialdemokrate. Prapë po them me informatat të cilat e kam, me çësjen që unë e kam ndaj politikës. Nëse do kishte informata tjera që do e dëshmonin se ata punojnë për agenda të ndryshme, s'ka lidhje se kush. Edhe ata të cilët ndoshta për momentin janë pjesë e udhëheqësisë, edhe këta që janë, të themi, reformatorët e ndryshëm, unë do isha kundër, kategorikisht kundër, sepse për momentin mund të punosh vetëm për një kauz. Ajo është kauza opozitare. Çdo kauz tjetër është e idhë dhe len për dëshiru për gjithë se cilin. VMRO-ja ka kauzën e vetë, ata vazhdojnë, ata mund të sillen në mënyra të ndryshme dhe mund të në momente të ndryshme orvaten që të kenë ndikim politik. Edhe ndaj meja. Por unë kam thënë, unë i rri stoikisht pjesës opozitare, dhe vështirë se mund të më bindin ose mund të më shantazhojnë me trillimet e ndryshme të cilat ata mund të ngrejnë. Prandaj po them, nuk i di qëllimet e tyre, ka shpekulimet të ndryshme, çdo coptim i opozitës është i keq dhe është në favor të VMRO-DPMN-s. Sa më kompakte të jetë opozita, aq më e vështirë do jetë që kjo qeverisje të vazhdon të qeverisë. E njëjta ndodh edhe me partitë në pushtet. Ju keni një vlen i cili nga një koalicion me shumë parti tani mundohet të bëhet bashkë, sepse e din se nuk mund të veprosh i copëzuar, se nuk je aq i fuqishëm. Ne kemi një fjali shumë të mirë në gjuhën shqipe, thënie popullore, bashkimi bën fuqin. Kjo vlen për gjithë. Vlen edhe për Lidhjen Socialdemokrate edhe për tjetë. Në fund, vetëm bashkimi bën ajo që qytetarët ndihet pak më i sigurt nga ajo çfarë ti bën. E dim që rezultati në zgjedhjet lokale ishte i dobët, madje shumë i dobët për LSDM-n. Nisur nga kjo, a është LSDM sot e gatshme për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, qofshin ato të rregullta apo të parakohshme? Çështja nëse jemi të gatshëm apo jo është çështje që gjithmonë mund të thotë.
Unë mendoj se LSDM në këtë moment është e gatshme për shkak se VMRO DPMNE është në rënje të lirë, edhe shumë shpejt. Dhe mendoj se populli jo që do harron gabimet që LSDM ka bë, por LSDM sigurisht do del me rezultat shumë më të mirë se sa që ishte më parë, sepse VMRO do humb realisht goxha shumë. E them këtë i bindur se pushteti aktual erdhi me një sër manipulimesh, me një sër gjëra premtime të them kundërthënëse, duke ofru dhe duke shit tek populli premtimet të cilët janë larg prej asaj për të realizuar. Nëse doni mund të cek disa prej aspektit të marrëdhënieve ndërkombëtare. Erdhi në pushtet duke premtuar se do zhbën marrëveshjen e Prespës dhe kthimin e emrit. Ju sot e shihni që janë shumë komfort. Deri në deklaratat e kryeministit që thot, pa e shihni që gjithkush e përdor në gjuhën e përditshme emrin e vjetër dhe jo emrin e ri, që nuk ka të bëj se nuk jemi aq të ligë në kokë për të thonë se këtë nuk e bën njerëz kur e shef se ajo i ndinjon. Ju kishit premtim që do zhbohet marrëveshje me Bullgarinë dhe do ketë një protokoll të ri për integrim në Bashkimin Evropian. Nuk kemi asnjë gjë prej saj. Përkundrazi kemi largim prej rrugës euro integruese. Ndoshta mund ta thonë ndryshe pushtet mbajtësit, por realiteti thot një gjë të tillë. Ju keni zero reforma të cilët duhet bën për ne, jo për Bashkimin Evropian. Ju keni gjendje ekonomike shumë më të keqe se sa që premtonin. Ju keni vit fiskal që për herë të parë ndodh në historinë moderne të këtij shteti. Keni 8.7% realizim më të vogël të buxhetit të planifikuar pas rebalansit. Keni vit ku 500 milion euro shteti nuk arriti të grumbulloj në të hyra, dhe këta thonë se gjithçka është mirë. Ju keni vetëm një gjë gjatë kësaj qeverisje. Keni një PR të jashtëzakonshëm, shumë të mirë, dhe mundohen me trillime dhe me rregullime në mesazhet e komunikimit të tregojnë ndoshta një situatë shumë ndryshe. Besoj e keni pa, unë në një rast i dhurova syze ministres finansave në parlament, syze ros, sepse vetëm me syze, me ngjyrë mund ta shohësh si çdo ti realitetin, se realiteti është komplet ndryshe. Ja vetëm një dhënë po flasim për inflacionin. Dhe doli enti statistikor që pasardhës së këtij pushtetit ka filluar të ndryshon në mënyrën e paraqitjes të dhënave statistikore. Që mos të tregojnë se sa është keq situata, thonë inflacioni këtë muaj në krahasim me muajin paraprak është vetëm për 0.2% më i lartë. Askund në botë nuk ekziston një të dhënë të tillë, po merret muaji bazë me muajin bazë të vitit paraprak. Dhe realiteti, ja u them unë se si është, nuk është 0.2%. Në cilin fush? Nëse i merrni qumësht, djath dhe vezë, ke inflacion prej 4.2% në shkurt, në krahasim me shkurtin e vitit të kaluar. Nëse i merrni sheqer dhe produkte konditore, 8.9% inflacion. Nëse i merrni frutat, 16.3%. Nëse i merrni ushqimet e mishit, 7.9%. Çfarë tjetër? Pijet jo alkolike, 10.7%. Për çfarë po flas? Ku janë ato 0.2%? Ky është realiteti. Kur shkoni sot në supermarket, mishi është për 8% më shtrenjtë se sa në shkurt të vitit kaluar.
Nëse e shifni në bazë vjetore, ndoshta do jetë 15 deri 20%. Ky është realiteti. Inflacioni real. Prandaj propozimet konkrete të LSDM-s në lidhje me tani të kthehem te pyetja edhe propozimeve edhe se si duhet sillet opozita. Opozita edhe LSDM-ja nuk ka luksin të harron gjithë këto dështime të VMRO-s edhe të merret me veten. Prandaj unë gjithmonë kam qenë i tharë dhe vazhdoj të jem i tharë. Koha në të cilën bëhet reformimi duhet të jetë shumë më i shpejtë se sa që është. Pse? Sepse qytetari po bëhet më i varfër, jeta po bëhet shumë më e shtrenjtë dhe fatkesisht nëse lejmë kështu, do vi koha kur nuk do kemi për këtë bëjmë politikë, se njerëzit do shpërngulen. Nuk i kemi aeroplanat plot, siç po thot kryeministri, po kthehen aeroplanat, nuk keni vend të lirë. Jo, po kthehen këta që i gjetën në Dubai për shkak luftës. Po është e vërtet, të cilëve ju organizojnë që po kthehen. Vetëm ato aeroplana janë plot. Aeroplanat në një drejtim janë plot. Autobusët në një drejtim janë plot. Sot ju nuk mund të gjeni një të ri i cili don të punon në sektorin gastronomik edhe në turizëm. Pse? Sepse projekcioni i tyre për pagat dinjitoze ka mbaru. Ju keni një qeveri e cila nuk don të flet për rritjen e pagës minimale. Dhe thot 1.600 denar, 26 euro është mjaftueshëm rritje. Kurse vetëm një drekë e tyre kushton 100 herë më shumë se sa rritja mujore për marrësit e pagës minimale. Prandaj ne tham, në vend se të rrish i shurdhër, duhet të marrësh masa aktive dhe propozum që TVSH-ja për produktet bazë, në vend se të ngelet në 5%, se e dini që TVSH-ja për produktet bazë është në nivelin e 5%, TVSH preferenciale që e quajmë, por ka edhe disa produkte që kanë TVSH më të lartë. Ne po flasim për produktet bazë nga 5 të shkon në 0%. Të mos ketë TVSH. Që mos ketë TVSH. Në fakt, në këtë mënyrë i ndihmojmë qytetarëve që automatikisht të zvoglohet baza e mjeteve të cilët ata japin për produktet bazë, për produktet e energjisë dhe të derivateve nga 18 të shkon në 5%, dhe sot ndëgjova që qeveria mendoka nga 18 në 10%, dhe prap do them, nëse zvogloni nga 18 në 5%, keni 13% nominal të zvogluar nga çmimi i derivatit. Plus uljen e akcizës për 4 denar, në proporcion nuk po e them se janë mbi 30%, në fakt 27% uljet e akcizave nëse e shifni se çfarë është 4 denar shi absolut, 15.5 është për naftën, 4 denar është për afërsisht 27%, që i bjen keni ulje për afërsisht të 40%-ve, kur ke rritje 30%. Që do të thonte se qytetari sot, nëse qeveria do i pranon të këto masa, do e ulte çmimin më poshtë se sa 2 javë më parë. Kush po e pagun gjithë këtë çmim më të lartë? Qytetari thjesht. Nuk e pagun qeveritarët. Në fakt, qeveritarët mbushin makinat e tyre me paratë të qytetarëve, me tatimet e qytetarëve. Nuk paguajnë ata. Prandaj, mendoni se do të kemi ende rritje të çmimeve të naftës, po që do reflektoj edhe në çmime tjera, kuptoj. Projekcionet, nëse i shifni projekcionet për muajin prill, janë që edhe çmimi i naftës, edhe çmimi i gazit do jenë goxha në nivele më të larta, që do të thotë edhe Maqedonia nuk mund të jetë imune. Ajo që unë ndruhem është çmimet e produkteve ushqimore do kenë rritje. Kaloi koha e komoditetit. Ajo ishte para 2 javë, sapo kishte fillu kriza në Iran. Kur jemi
kur po përmbyllim javën e tretë, kaloi koha e komoditetit. Tani do I presim rezultatet e para. Do kemi realisht çmime të rritura, sepse zinxhiri I ofertës së produkteve dhe posaçërisht për një vend siç është Maqedonia ku varemi nga importi I produkteve bazë ushqimore, detyrimisht do ketë rritje. Prandaj çdo ditë mosmarrja e masave dhe duke thënë po analizojmë, do shohim çfarë do na sjell në situatë goxha të rëndë si qytetar, dhe ajo çfarë shifet zakonisht nga krizat është që njëherë nëse rriten çmimet e produkteve, ata nuk kthehen asnjëherë mbrapa. A mendoni se duhet shpallur gjendje krize? Në disa sektor po, për shkak se qeveria do ketë komoditet për të marrë vendime shumë më të shpejta, por edhe sikur mos shpallë. Në çfarë sektor për shembull? Të intervenimit edhe në energjetik, mendoj që ajo është pika kryesore për momentin, por edhe në sektorin e produkteve ushqimore ose në tregti ta them me shumicë dhe pakicë, sepse mendoj se këto janë dy sektorët të cilët mund të ndikojnë jashtëzakonisht shumë. Por pra po e them, edhe sikur mos të ketë krizë energjetike, nëse duhet që parlamenti kuvendit intervenon me sjelljen e ligjeve që do ja u lehtësonin masat, ne jemi këtu. Mund të punojmë pak më shumë se sa që punojmë dhe të jemi pak më shumë aktiv se sa që jemi, edhe gjërat do kishin. Nëse do kishte vesh nga ana tjetër, nëse ka dikush që do ndëgjonte, në fakt ne flasim dhe realiteti është që kur shkojmë në parlament pozita e di çfarë thot. Ne I fitojmë zgjedhjet, ne do bëjmë çfarë dojmë. Kështu që qytetarët që I kanë votuar ndoshta do duhet çdo ditë të pyesin pak më shumë, sepse si duket ata nuk kanë probleme të mbijetesës. Ato 16% të qytetarëve që kanë votuar vëmëror dhe po manen, për ta marrë shumicën, ndoshta këto tjerë 84% duhet të flasin pak më shumë çdo ditë, sepse realiteti dhe ajo çfarë unë po shoh çdo ditë kanë më pak e më pak para në xhep, më pak e më pak po blejnë me të njëjtën para. Jo e përmendet edhe këtu një nga kërkesat e LSDM-s është që edhe paga minimale të jetë 600 euro. Sa është reale kjo kërkesë, zoti Bytyqi, apo mbetet si një lloj politike populiste? A ka hapësirë reale për rritje pagës minimale në 600 euro? Për të folë për pagën minimale, duhet të dëshmoni se jeni konzistent në atë çfarë po kërkoni. Unë bëj pjesë me një grup të politikanëve të cilët kanë dëshmuar që pagën minimale nga nivelet më të ulta ndonjëherë në rajonin e Evropës juglindore e kemi sjell që në një moment të jetë dinjitetshme. Për atë moment. Nuk duhet harrojmë se ne kemi gjetë Lidhja Socialdemokrate, kur ka ardhur në pushtet, ka gjetë pagën minimale në 8.000 denar. Me shkuarin e LSDM-s, paga minimale ka qenë parafësisht 23.000 denar. Nëse e shifni se sa është rrit, sa herë është rrit paga minimale, gjithçka bëhet e qartë. Atëherë I kishin të njëjtën diskutim që sot po dikush po mundohet ta shtron. Do kemi humbje të vendeve të punës, ekonomia do kolabon, nuk mund të mbijeton e gjithçka. Dole një studim I Institutit të Vienës, I cili tha analizat nga viti 2017 deri në vitin 2022 të rritjes së pagës minimale për efektet negative në sektorin privat thonë që rritja e pagës minimale nuk ka pas fare impakt negativ në ekonominë e vendit, që nuk ka dëshmi që tregon se ka humbje të vendeve të punës, dhe që masat të cilat janë ndërmarrë nga ana e qeverisë për sektorin privat, për të rritë pagat, për mos ketë efekte negative, kanë qenë të duhura. Tani po themi të njëjtën. Në programin e LSDM-s ne kishim premtim parazgjedhor.
që nëse ne do vazhdonim të udhëhiqnim vendin, paga minimale do ishte 600 euro, paga mesatare deri në 2028 do ishte 800 euro, me premtim që nëse vazhdojmë integrimet evropiane, kishim dyshimet kushtetuese e tjera, të jetë 1000 euro. Ky është projekcion i cili duhet ekonomisë, por kishim plan, edhe sot e kësaj dite ne kemi plan, se si ajo mund të bëhet. Sot ju mund të sillni pagë minimale për 600 euro, mund lirisht të sillni masa të cilat nuk do e dëmtojnë buxhetin për asnjë denar. Por sektorit privat do i jep komoditet që mos ketë barë të madhe. Dhe shpesh diskutimi i VMRO-s për shkak mosdijes, jo për shkak ndonjë gjë tjetër, populizmit të tyre dhe mosdijes, thonë, po ne në sektorin publik nuk kemi mundësi si të rrisim pagat, si s'keni mundësi si të rrisni pagat. E dini sa është numri të punësuarve të rinj të VMRO-s në këto 2 vite? 18.000. Ngadalë. Si s'paska. Po kush po i pagun ato? Sektori privat. Prandaj buxheti është i paqëndrueshëm. Keni shumë mundësi. Këtu nuk është çështja e të punësuarve në sektorin publik, është çështja e të punësuarve në sektorin privat. Ju pyetni një periodave ekonomike, odën ekonomike e Maqedonisë Veriut, nëse janë për pagë minimale 600 euro, çfarë thonë? Po. Po çfarë duhet bëjnë? Çfarë duhet të intervenohet nga shteti? Në kontributet dhe ndoshta lehtësimet atimore. Kjo është gjë më e lehtë që mund ta bëjë shteti. Zero ndikim negativ. Zero. Asnjë ndikim negativ. E di tani do kemi quasi ekonomist, jo, po si mund. E dini pse? Sepse 200 euro paga neto më të larta për 40.000 njerëz, deri në 80.000 njerëz që do marrin, e rrit nivelin e TVSH-s si të hyra në vend. Se ata në fund s'kan ku i çojnë parat. Do i çojnë për konsumin e përditshëm. Bruto prodhimin vendor tonin nuk e rrisin investimet kapitale, e rrisin prodhimi privat, konsumimi privat. Konsumi privat. Pse? Se ai në bruto prodhimin vendor kontribon me 65%, kurse investimet kapitale me 5%. Kjo është dallimi i ekonomistëve. Po ju nuk keni diskutime të tilla të ekonomistëve. Ju keni një qeveri e cila çdo ditë shef se çfarë është sot në rregull sipas anketave ta flasim dhe ja sot thonë do i ulim çmimet e barnave, sepse e kuptuan që vazhdojnë për 2 vjet që çmimet e barnave janë 20 deri në 35% më shtrenjta se çdo vend i rajonit. E dini çfarë ndodh sot? Qytetarët tanë nga Shkupi shkojnë në Kosovë për të blej barnat e konsumit përditshëm. Edhe e dini çfarë? Sot kur po flasim për gjërat në ndryshme për shtrejtim të produkteve bazë e tjera, sot dole informata do i ulim çmimet. Por ama poshtë, nëse e shifni kur do ulen çmimet? Në maj, nga dalë zotri, sot jemi Mars, Prill, Maj, janë 3 muaj. Si të mbijetojnë këta njerëz? Si të mbijetojnë ata me 24.000 denar që kanë smundje kronike dhe që duhet patjetër të blinë Xarelton, e cila në Kosovë është 15 euro, këtu është 50 e diçka euro. Si mund ta blenë? Një produkt. E dini që nëse shkonin në Eleshan është bë pik takimi kryesor i qytetarëve të Shkupit, po edhe Maqedonisë Lindore. Janë në Eleshan shkonin, mos flas për Ferizajin, mos flas për Prishtinën. Për çka po shkojnë atje? Se çdo produkt është 20 deri në 30% më i lirë. Prandaj po themi, LSDM-ja ka ofertë. Është gjynaf të merret me çështjet e mbrëmshme, kur kjo qeveri nuk ka mundësi. Prandaj, nëse jemi të përgatitur për zgjedhje, po gjithmonë. Pse? Se dim se çfarë duhet bëhet. Se këta e kanë humb fillin në çdo aspekt. Ja do kthehemi në gjërat kombëtare. Pas
20 viteve çështjen e gjuhës dhe të drejtën për të folë, ma krahason një i dërguar i VMRO DPMNE-s me të drejtën e një anglezi, i cili pas ka më shumë të drejtë se sa një shqiptare për të informuar në gjuhën e tij. Ku jemi? Në cilën shekull jetojmë? Si një gjykatës kushtetuese thotë se edhe pse në kushtetut e ke të shkruar në nenin 5 që gjuha e dytë zyrtare është gjuha shqipe, gjuha e komunitetit cili është 20%, ai më thotë do e lejmë për më vonë. Si do e lejmë për më vonë? Pa hajde të lejmë gjithçka për më vonë. Hajde të thrasim qytetarët të lejmë gjërat sipas ligjeve për më vonë. Do e shohim kur neve qytetarëve do na teken. Prandaj mos kërkoni atëherë për qytetarëve të zbatojnë ligjin në mënyrë të përpikt, kur kryetari i gjykatës kushtetuese kushtetutën nuk e zbaton në mënyrë të përpikt. Ja për kështu qeverisja po ju flas. Gjëra këto nuk ndodhen në një shtet të mirëfill demokratik, në një shtet që aspiron të jetë shtet i barabartë me anëtarët tjerë të Bashkimit Evropian. Prandaj unë e kam thënë shumë herë, ky shtet ngjason shumë me regjimin e VMRO DPMNE-s në 12 vitet të qeverisjes së Nikola Gruevskit, por akoma më keq. Zoti Bytyqi, ju bët një paralel edhe me çështjet etnike të cilat më duhet të them që kanë qenë tepër aktuale gjatë këtij 2 vjeçare të kësaj qeverie aktuale. Nëse kthehemi në retrospektiv, në vitin 2016 LSDM erdhi në pushtet edhe me votat e shqiptarëve. E dim që atë kohë mori diku mbi 70.000 vota të shqiptarëve, por që me kohë kishte humbje të votave të shqiptarëve etnik. Pse ndodhi kjo? A keni bërë analiza në lidhjen socialdemokrate dhe a ndodhi kjo si pasojë e ndryshimit të qastjes pas humbjes së mbështetjes të votuesit maqedonas? Flas të votuesit nacionalist. Është analizë goxha, do thonë, që i duhet shumë kohë. Ajo çfarë mua akoma dhe sot e kësaj dite më gëzon është se ne në asnjë rast nuk kthehemi dhe nuk themi se vendimet e marra ndaj të drejtave për të qenë të barabartë të çdo qytetari që jeton në Maqedoni ka qenë e gabuar. Dhe kjo më gëzon si një prej atyre që është në lidhjen socialdemokrate, sepse vetëm trajtimi i barabartë të çdo qytetari këtë vend mund ta çon para. Dhe këtu s'ka diskutim. Në momentin që trajton dikën si qytetar të rendit parë dhe qytetar të rendit dytë, mbarojnë. Në një moment caktuar, ju realisht keni politika, ideologji të ndryshme të qendrës së djathtë, të cilët zakonisht janë nacionalist, të cilët arritën që për shkak gabimeve, dhe këtë nuk duhet ta mohojmë, të gjithë atyre që kanë bërë pjesë në politikë bërën dhe udhëheqjen e shtetit gjatë 7 vitëve të kaluar, arritën që ta nxjerrin në pah momentin nacionalist dhe të mbizotron. Gabimeve të kujt konkretisht? Për të gjithëve, janë gabime të përbashkëta, domethënë këtu nuk mund të drejtohet gishti nga lidhja socialdemokrate, mund të drejtohet gishti edhe nga BDI-a, edhe partnerët tjerë të cilët kanë qenë pjesë e qeverisjes. Ne kemi pas në raste të ndryshme, përveç BDI-s si partner konstant, keni pas Alternativën, keni pas Aleancën, gjitha partitë, Besën, pjesë të qeverisjes, kështu që nuk mund të amnestosh një. Gjithë kanë pas gabimet e tjera. Por ajo çfarë duhet të kuptohet, që këtu nuk është drejtimi i gishtit nga LSDM se ka bë lëshime të shumta ndaj shqiptarëve, prandaj gjërat nuk u bën. Jo. LSDM nuk ka bë lëshime ndaj shqiptarëve. LSDM ka trajtuar në mënyrë të barabartë qytetarët. Pa më parasysh nëse ai është shqiptar, maqedon, serb, bosnjak, turk, apo ndonjë etniteti tjetër. Dhe ky është dallimi që po e shohim në këto 2 vite qeverisje. Unë nuk po e them,
po e thot populli, po i shohim realitetin, ju keni balansusin, ne kemi thonë, ne gojën plot, edhe sot e kësaj dite e them, unë kam qenë i tharë i asaj që balansusi duhet të transformohet në një mekanizëm tjetër për përfaqësimin e drejtë dhe adekwat. Por unë nuk kam thënë asnjëherë që ai duhet të zhbohet dhe mos sill asnjëherë asnjë gjë tjetër. Shqipe, unë kam përvojë edhe para politikës. Nuk kam qenë dikush që ka ardhur prej fakultetit edhe ka hyrë politikë. Kam punu edhe para asaj. Kam bërë ligje, edhe në Maqedoni, edhe jashtë Maqedonisë, edhe në shtete tjera, fqinje, deri në Kroaci, për ministrit ndryshme. Asnjëherë s'ka pas ligj që përpilohet 2 vjet. Ju në studion tuaj, më duhet këtë para 1 vit e gjys, keni pas një prej zëvendës kryeministrave, i cili thonte, ja tani, në këtë tenjte, Do të bëhet. do bëhet. Këtë tenjte, për cilën e enjte, janë nesër, pas nesër është enjte. Ku është ligji? Në Komisioni Venediku do e shef. Edhe? Prej kur u bën vendimet e Komisionit Venedikut të obligueshme? Apo janë vetëm rekomandime? Si mund të thot një antare në Komisionin e Venedikut e cila është ultranacionaliste, na thot neve se çfarë qenë ka mirë për këtë vend? Na thot se proceset gjyqësore, nëse bëhen edhe në gjuhën shqipe, qenë ka keq për këtë vend. Pse? Se ka efekte financiare. Kush janë ata të thonë se çfarë qenë ka mirë? Janë qytetarët që thonë a është mirë apo është keq. Prej kur u bë që në këtë vend të diskutohet se cili ka të drejtë më shumë apo më pak. Unë zakonisht e them shumë thjesht. Kur ne si prind vendosim për të kriju familje dhe sjellim në këtë jetë fëmijë, si fëmijët tanë, të cilët jo për fajt të tyre, janë sjellë në këtë jetë, janë shqiptar, kanë të drejtë më pak se bashkëqytetari i tij që nuk është shqiptar. Dhe si do ja shpjegoj unë fëmijës tim, ti them, po ti je këtu kinse i barabart, por nuk je i barabart. Edhe ai do të thotë, po pse o bab? Pse më sollet ti një jetë në Maqedoni ku unë nuk jam i barabart se ky qenë ka me më shumë të drejta. Mendoni se me këtë qeveri po dëmtojnë të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni? Absolutisht. Të çdo qytetarit. Po të çdo qytetarit tjetër që ata mendojnë se duhet të dëmtohen. Të shqiptarëve po se po. Sepse ajo kanë qenë premtimi parazgjedhor. Ta marrim në dorë vendin nga këta të cilët po menaxhojnë. Por çfarë është situata e qytetarëve turk? Po çfarë është situata me qytetarët rom? Po si është situata me qytetarët bosnjak? Po me qytetarët serb. Jam thënë i përgjithë. Janë mirë dhe jetojnë mirë vetëm ata që janë afër të partisë kryesore në pushtet. Kjo nuk i ngjan një shteti multietnik. Një shtet i cili ka dëshmu, shifene, jo unë, çdo kush prej politik bërësve, edhe këtyre aktual, kur shkojnë jashtë vendit, e dini me çfarë kanë gojën plot, se ne jemi shembull për marrëdhëniet ndërretnike. Jo, marrëdhëniet ndërretnike shifen këtu. Shifet me atë nëse ke të drejtë, dhe këto drejta nuk cenohen me tekat e dikujt. Shumë e thjesht. Prandaj po them, ka shumë gjëra që fatkesisht po hapen, po sillen në tavolinë dhe dikush po don që të thotë se për shkak lëshimeve teknike gjërat janë bërë kështu. Prandaj ti kthehem pyetjes, unë mburrem dhe akoma ngelem të jem aktiv në lidhjen social-demokrate, sepse mendoj se politika dhe qasja e lidhjes social-demokrate ndaj të gjithë diversiteteve, qoftë ato etnike apo fetare apo diversitete tjera,
ka qenë që të gjithë duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe të dinjitetshëm. Dhe kjo është fuqia e lidhjes socialdemokrate. Vetëm një lidhje socialdemokrate me përkrahje masive nga të gjithë do kthen edhe LSDM-n në pushtet, por edhe do zhbon rrymat e ndryshme që sot po i shohim se ekzistojnë. Zoti Betiçi, integrimi në Bashkimin Evropian vazhdon të mbetet në ullkryq, por qeveria aktuale akuzon partinë tuaj për marrëveshje të dëmshme, për politik të butë, politik të dëmshme në interes në dëm të interesave kombëtare dhe atyre shtetërore. Unë nuk them se ato janë udhkryq. Unë them se qeverisja aktuale i ka sjellë në udhkryq, në fakt nuk është e interesuar. Përveç që publikisht thonë po ne jemi për integrimin evropian, realiteti thotë që ata realisht nuk bëjnë asnjë gjë për integrimin evropian. Integrimet evropiane nuk janë çështje vetëm të një momenti teknik. Ajo është plotësimi të parakushtit për ndryshime kushtetuese. Integrimet evropiane kanë të bëjnë me reformat që kanë të bëjnë me ndryshimin e legjislacionit brenda vendit që do përmirëson jetën e qytetarëve dhe do harmonizon të njëjtat ligje me ato të direktivat e Bashkimit Evropian. Në 2 vite keni ndëgjuar diçka të bëhet? Ja tani sot kishte një diskutim publik për ligjin për prokurorinë publike, i cili është pjesë e agendës reformuese. Dhe përpiluesit e saj, edhin çfarë thonë? E dim që nuk është më i miri, po s'kishim kohë edhe për efekte agendës reformuese duhet të ta bëjmë. Jo, agenda reformuese nuk është diçka që ta kanë thonë para një jave. 2 vjet, nëse 2 vjet nuk janë mjaftueshme për të bërë një ligj ashtu siç duhet, më mirë mos e bë fare. Kjo të tregon se nuk ka dëshirë. Integrimi evropian nuk është vetëm të bësh manikir, ta zbukurojsh ligjin me ca nene. Integrimi evropian do të thotë që të hysh në zanafill të saj, të çdo ligji, të çdo sfere të jetës së qytetarit, ta ndryshon në mënyrë substanciale, të mos jetë ndesh me direktivat e Bashkimit Evropian dhe të tregojsh se implementimi i saj është konform standardeve të Bashkimit Evropian. Hajde ta bëjmë këtë. Po shifeni, nëse i bëjmë gjitha reformat që janë parapame, neve ndoshta edhe nuk na duhet Bashkimi Evropian në fund. Ndoshta, unë e di se na duhet. Por ja, po flas me gjuhën e këtyre pushtetarëve tanë. Ndoshta nuk na duhen. Po ju nuk keni reforma substanciale, e dini pse? Sepse nëse bën reforma substanciale, e humbet komoditetin në të cilin sot jeton. Nuk ka marrëveshje me 4 sy. Nuk ka marrëveshje pa prokurim publik. Ka rregulla shumë më strikte. Nuk ka hua ku juve t'ju teket. Nuk ka miliona, qindra miliona euro fluturojnë andej. Nuk ka sjellje të ligjeve brenda 4 ore. Ka rregulla, ka standarde shumë të larta. Dikush komoditetin e humbet. Prandaj s'ke reforma, s'ke integrimi evropiane. Çështja nëse ne kemi fajtor, por nuk jemi në pushtet. Ja ta shohim çfarë është alternativa. Ja le të vinë me propozim. Unë kam thonë, le të vjen qeveria me propozim. Cili do të jetë propozimi? Do jemi parë që do them po nëse është në të mirën e qytetarëve. Ja le të futen ndryshimet kushtetuese me zbatim më vonshëm me çfarë do. Nëse më tregojnë se ajo do sjell rezultat për qytetarët. Si shihni propozimin për integrim në BE pa të drejtë voti? Është një ëndër që dikush e ka mendu sa për ta thonë, sa për të bë çështje diskutimit ditor. Mendoj që për 3 ditë u hesht ajo temë, sepse sikur të ishte e vërtet, do kishim marrë ndonjë mesazh nga Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, i cili duhet ta flet. E çuditshmja se këta
pushteti aktual mendon se ne jetojmë në një ishull të izoluar dhe ne nuk komunikojmë me asnjë. Me të gjithë që kam komunikuar në Bruksel, thonë, shumë interesant, ju po flisni atje në vendin tuaj për një farë integrimi, pa të drejtë vote, po këtu në Bruksel askush nuk e fletat. Si pa e ndryshu në Komisionin Evropian, pa marrë vendim, një gjë e tillë do bëhet. Asnjë prej 27 shteteve publikisht, as nuk ka procedurë për një gjë të tillë. Si kjo bëjshka. Prandaj po them se fatkeqësisht për popullin, fatmirësisht për gjithë ata të cilët e duan këtë vend, është që kjo qeverisje aktuale shumë shpejt po zhveshët nga gënjeshtrat të cilët i kanë trillu dhe janë të mbulu. Kështu që pra po them, unë jam i tharë, një prej i tharëve që le mos bëhen ndryshimet kushtetuese, nëse ajo qenë ka qëllimshme, të bëhen gjitha reformat që duhet, dhe në një fazë, kur të kemi kryer gjitha reformat, të themi trokasim në Bashkimin Evropian, e dini çfarë, e janë shqipni çfarë reforma kemi bë. Tani jemi të gatshëm për ndryshimet kushtetuese, por nesër flasim direkt për negocimet, sepse i kemi kryer punën detyrat e shtëpisë. Ne s'po kryjmë detyrat e shtëpisë, po themi dikush tjetër na ka fajin. Zoti Bityqi, kur jemi te drejtimi i shtetit, një temë ku dominojnë akuzat politike mes LSDM-s dhe VMRO-s është edhe çështja e botës serbe. Ku e ndërlidhni botën serbe me qeverisjen aktuale? Ju keni një raport të Bashkimit Evropian i cili e konstaton një gjendje të tillë, që ndikimi i qeverisë aktuale nga bota serbe është i jashtëzakonshëm. Ju keni një deklaratë të Marta Kos tani që tha ndrojmë që dhe kemi hezitime që disa shtete që duan të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian kanë ndikim të jashtëzakonshëm nga ndikimi rus. Më thoni, si kemi ndikim rus në Maqedoni nëse jo ndërmjet bashkëpunëtorit kryesor që vjen nga Veriu, nga bota serbe. Dhe unë nuk e them këtë, nuk po e thot LSDM-ja, këtë e ka thonë, e ka konstatu vetë Komisioni Evropian. Ne po e shohim nga sjellja e përditshme se çfarë ata po bëjnë për një gjë të tillë. E dini për sa kohë në sistemin financiar nuk keni pas prurje të re të ndonjë banke? Për sa? Për një dekadë gjysmë. E dini për sa muaj u fut banka serbe? Për 2 muaj. Si ndodhe një gjë e tillë? Ja unë sot, nëse do kisha një farë shprehje të vullnetit nga qeveria aktuale për sjellje të një banke, unë do kisha sjell dy banka më të fuqishme në botë nëse procedura nuk do zgjastet një dekadë. Sepse është e mbyllur. Si ndodhi që kjo bankë serbe për cilën Komisioni Evropian ka mendim negativ, ha? Jo unë, jo LSDM-ja. Komisioni Evropian ka mendim negativ. Se aty pastrohen para. Ju e keni sot në sistemin bankar. Nga qeveria thonë se kjo procedurë ka nisur gjatë qeverisë së kaluar. Kur? Po? E si ndodhe për një herë të bëhet shitblerja, shife, edhe Kredia Hungareze ka fillu gjatë qeverisjes ku kam qenë në pjesë, por nuk kam negociuar, as kryeministri im, ka negociuar opozita. Në fakt, lideri vërtet i opozitës, ai që rrin në Budapest. Ai ka negociu Kredin Hungareze për 1 miliard. Si që ka negociu hyrjen e kompanisë të telekomunikacionit hungares. Si që ka negociu kompaninë e cila duhet fut në sektorin energjetik të investimeve të energjisë ripërtrishme. Gjitha këto është e vërtet që kanë filluar gjatë qeverisjes sonë, po jo nga ne.
jo në sistemin qeverisës, nga opozita dhe nga ata të cilët jetojnë në Budapest. Kështu që ne mund të themi, po prandaj po them, në fillim me fillu me misionin me sa besojmë në prokurorinë gjyqësore. Pikërisht për këto gjëra prokuroria duhet të intervenon. Duhet të shef nëse me të vërtet ka gjëra të tilla. Ju keni situata që janë absurde në këtë vend. Ju keni, është e njëjta, ne kishim diskutim kur ishim ne në qeveri nga kjo opozitë e cila thonte që rekomandimet e Departamentit të Shtetit Amerikan, siç është lista e zezë, të merren si bazë në proceset gjyqësore dhe nga prokuroria. Po mirë, rekomandimet e Komisionit Evropian nuk mund të merren si bazë për procese të ndryshme? Ku synojmë ne integrimin tonë? Në Bashkimin Evropian. Kush është organi më i lartë aty? Është Komisioni Evropian. Nëse ata kanë një mendim negativ, që thonë se ka implikime të larjes së parave dhe ndikimit rus e tjerë, atëherë çfarë ju duhet të bëni? Të prisni gjërat të ndodhin vetëm pse duhet të ndodhin. Prandaj po them se çështja e ndikimit të botës serbe janë të vërteta, nuk janë trillime që po i krijon opozita, po kanë zanafil të madhe. Dhe qeverisja aktuale vetëm e dëshmon një gjë të tilla. Në asnjë moment ata me asnjë gjë që bëjnë nuk thonë se një gjë nuk është e vërtetë. Por unë gjithmonë e kam thënë dhe e them publikisht. Çdo qeverisje e këtij vendi duhet të ketë vetëm një ndikim. Ajo është ndikimi nga interesat e qytetarëve të vet brenda këtij vendit. Zoti Bytyqe dhe krejt për në fund, pas jemi edhe në minutat e fundit të emisionit, si qëndron raporti i LSDM-s me partit shqiptare, si shikni zhvillimet brenda kampit politik të Vlenit dhe si shikni zhvillimet brenda BDI-s e cila pretendon se është reformuar? Mendoj se për momentin partia dhe udhëheqësia e re partijake mban kontakte edhe me njërën palë dhe palën tjetër. Në kampin opozitar ju po e shihni që ka tendencë të kampin opozitar shqiptar, po e them, ka tendencë të grumbullimit dhe bashkimit të strukturave të ndryshme, kështu që reformimi i BDI-s nuk e shoh si proces që ka përfunduar, po e shoh që tërkohën diçka ndodh. Partitë më të vogla realisht që kanë qenë aktive bëhen pjesë të BDI-s. Unë mendoj se kjo është e mirë për skenën politike. Ajo çfarë më befason është shpejtësia e konsolidimit të Vlenit në një parti politike dhe atë që po e lexojmë. Nuk kam informata më shumë, po nga ajo që jam informuar nga mediat edhe burimet e ndryshme, që në vend se të kemi një bashkim të vërtet të kampit të pozitës shqiptare, sikur do kemi fragmentim të atij kampi, dhe mund të kemi të sobëzim që prapë po e them nuk është shumë e mirë për skenën politike, posaçërisht për skenën politike në Maqedoni. Se në vend që të kesh më pak akter, bile ndoshta ideologjikisht, mua ajo që më pëlqeu tek koalicioni Vlen që në fillim thanë se ku qëndrojnë në aspekt ideologjik, që janë të kampit të qendrës së djathtë, që është një hap para, komplet, se deri tani nuk kemi pas qëndrime të qarta të partive politike shqiptare, se ku përkasin ideologjikisht i përkasin, kështu që ishte një hap i mirëfill, po tash me ato çfarë po ndodh, po shoh që edhe aty ka pak naci, jo modeli qeverisjes, jo nëse bëhet kjo, ne do bëjmë diçka tjetër, gjëra të ndryshme që personalisht mua nuk më pëlqen. Ajo çfarë unë do doja është që LSDM-ja
të jetë e hapur ndaj qytetarëve shqiptarë dhe ndaj gjithë qytetarëve të tjerë dhe potencialisht të shef qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut si votuesit e saj dhe si ata të cilët e shohin LSDM si një parti e cila kujdeset për gjithë secilin dhe pastaj të shef ideologjikisht me cilën parti eventualisht do bashkëqeveriste në momentin e parë kur të vjen në pozitë bashkëqeverisjes. Mendoj që bashkëqeverisja duhet të jetë në bazë të programit dhe ideologjisë, jo në bazë të veç numrave. Atëherë, zoti Bytyqi, ju falenderit që ishte pjesë e emisionit tonë dhe që shpret pikpamjet tuaja për disa çështje të rëndësishme këtu në Maqedoni të Veriut. Ju falenderit edhe një herë, si gjithmonë për bashkëbisedimin e këndshëm. Falenderit. Kënaqësia ishte edhe jona. Atëherë, shikues të nderuar, ne këtu po përfundojmë me këtë Zoom. Ju falenderit për vëmendjen. Nga unë Ersan Pajaziti, bashkë mirupafshim.